një myshde, një përgëzim madhor nga Allah subhanahu wa taala për atë i cili e kryen këtë vepër. Një premtim nga Allahu, beslidhje me Allahun azza wa jall. Nëse do me ditë cila është kjo beslidhje që nëse e vepron besimtari një vepër caktuar ka me hyrë në xhennet, e ka premtimin prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk e shkel premtimin e vet. Dëgjoj deri në fund. Mos e humb se është në dobinë tënde. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Ubadetu ibn Samit radhiyallahu anhu e ka transmetuar një hadith madhështor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: Allahu subhanahu wa taala ja ka bërë obligim robërve të tij 5 namaze. Në gjani mirë, kush i kryen ato edhe nuk humb asgjë prej tyre, edhe nuk e nënvlerëson të drejtën e tyre. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë me fjalë tjera që i rregati namazit, i kujdesesh për namazin, nuk e nënvlerëson atë që i takon namazit, do të thonë rregullat e namazit i plotson, kushtet, shtyllat, metodën, mënyrën e namazit e bën ç'është duhet, i rregati namazit. Kush e bën kët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai e ka një premtim, e ka një beslidhje me Allahun se Allahu ka me fut në xhennet. Subhanallah. Premtim, beslidhje me Allahun subhanahu wa taala se ka me fut në xhennet. Ndërsa ai i cili nuk i kryen ato, pra nuk kujdeset për namazin, ai nuk ka premtim tek Allahu azza wa jall, nuk ka beslidhje me Allahun azza wa jall. Nëse don e dënon, nëse don e fut në xhennet. Dhe kët domethënie, kët kuptim e kemi qartë po ashtu në një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Talha ibn Ubaidillah ka transmetuar se një beduin erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni mirë këtë hadith shumë të bukur dhe shumë të rëndësishëm. Edhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka më ka obligu Allahu azza wa jall në raport me namazin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj i tha 5 namaze, përveç se nëse don me shtu diçka në mënyrë vullnetare. Pastaj e pyeti ky beduin, e çka më ka obligu Allahu në raport me agjërimin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha muajin Ramazan, përveç se nëse don diçka në mënyrë vullnetare me agjëru. Atëherë e pyeti e çka më ka obligu Allahu azza wa jall në raport me zekatin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam atëria tregoi rregullat e Islamit, e pastaj ky beduin tha kështu, tha pasha atë i cili të ka nderu ty nuk do të shtoj asgjë në mënyrë vullnetare, por se po ashtu nuk do të paksoj nga ajo që më ka obligu Allahu subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu e tha një fjali shumë të këndshme për çdo shpirt të besimtarit, një myshde madhore, një përgëzim. I tha aflaha in sadaq, ka shpëtu nëse e ka thënë të vërtetën, apo ka thonë ka hyrë në xhennet nëse e ka thënë të vërtetën. Ka shpëtu nëse e ka thënë të vërtetën, apo ka hyrë në xhennet nëse e ka thënë të vërtetën. Pra, një premtim i qartë, i prerë, konciz, decidiv nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka me hyrë në xhennet, shumë shkurt, në mënyrë të qartë, koncize. Ka me hyrë në xhennet nëse e ka thënë të vërtetën. Pra nëse i përmbahet këtyre obligimeve, ndërsa tek hadithi që e trajtuam më herët, te hadithi i Ubad ibn Samit, pejgamberi alayhi salatu wasalam po na tregon se Allahu azza wa jall ja premton xhenetin. Ka domethënë beslidhje me Allahun subhanahu wa taala që nëse e fal walam yudayyi minhun shay'a, duke mos humb asgjë nga namazi, edhe duke mos nënvlerësu të drejtën e namazit, ai e ka premtimin nga Allah subhanahu wa taala se ka me hyrë në xhenet. Allahu akbar. Prandaj nëse don me pas një beslidhje me Allahun azza wa jall, atëherë rri gati namazit, kujdesu për namazin, fale rregullisht namazin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.